si njeriu që mund të sjell, ta mbaroj, si njeriu që mund të sjell opozitën e së ardhmes të fortë, të re, ashtu siç publiku e pret se folët ju për pushtetin, po edhe kjo opozit sa vite ka në pushtetin e opozitarizmit, kështu që brenda aty ndoshta një ditë mund të lind një Peter Maxhar që mund ta zhboj këtë realitet. Ma bëre pyetje apo e ke si komentar? Ky është mendimi yt. Jo, pyetje është, vimësi e pyetjes. Për hajsa që shoh tani, s'ka mendime këtë bëj pyetje. Nuk është problemi, është për çarës, jo se me qëllim se ca thonë ka futur Rama, unë nuk kam prova për këtë. Po është për qarë sepse nuk arrin dot të bashkohet as me ata 3 që dolin në fillim, i ikën dhe ata 3. A kupto? I ikën ta. Dhe tani shoh që nga gjua që bën, është një gjuhë që indirekt, dhe është gjë që fenomen që ka ndodhur, s'është një gjë e pa kuptueshme. Edhe pse thotë jo të bashkojmë FD-n, më shumë tashi ka armik Berishën se sa Edi Ramën. Sepse aty është gjithë loja urrëtia. Pse? Se kështu ndodh, në familje ndodhesh, urrëtia bëhet më e madhe. S'ka në gjë. Dhe në këtë kuptim është pa aftësi e shqiptarëve për të racionalizuar, për të kapërcyer emocionet negative dhe për të parë se cili është problemi kryesor në momentin e caktuar politik çfarë janë në vendi. Vendi ka nevojë për një Maxhar, por jo Maxhar në PD. Po një Maxhar në PS. Ka disa element që të gjitha analiza e Lubojnë zbi dakord vetëm një pikë, që po, ka një kulturë që dominanta, e shoh edhe të Lubojnë vetë këtë, që i nënshtrohet forcës, i argumentet. Pra, kur shikon dike që absolute. E gjitha analiza është një nështrim, jo, forcës, ati që është mi fort, bëhet më të forten. Me cilin? Po ja për ta përfundoj, se unë nuk të ndryra, po të them. Me Berishën. Me Berishën, gjithë narrativa është një narrativ pro Berishës. Të thuash që këtë e ka fut Rama, po unë nuk kam argument, të thuash është për qarje. Po mirë, po the atë, do më thënë uoth që ka dyshim. Kam dyshim për po. Tani këtu ka... Po. Dhe e di cile... Po prit përse nuk të ndryra të që përse bëjmë debat. Po unë së të fyet. Po si nuk është fyret ka fut Rama, që fyret është kjo. Po që është unë po ti që nështrua forcës, isha fund parti dhe më është autar atje dhe si e futur ti deri dje. Nuk është kollaja jo, edhe ty shparti nuk është kollaja, se do të rish rat. Jo, do të rish rat. Qëtër do të rish rat. Jo, është në nështrim, të rish rat është në nështrim. Ta kam thënë edhe herë tjetër, të rish rat dhe të thuash, po themi, të thuash disa, ta marrësh edhe argument, absolute, duke bërë opozit gjithmonë kundër e vlerësoj atë, ta kam thënë atë, e vlerësoj. Por në këtë rast, po themi tek forca, pra. Kundër ta që ke thënë gjerë djetë, pak, se djetë thoje, është moral, je thonë se ku një se qëtoje. Tani thua është i nështrojë. Po mos e bëjmë debat se nuk po më le të bëj këtë. Po ta them, kjo është narrativa e Berishës. Tani unë po them një gjë, po e bëj këtë debat me ty se ta vlerësoj, pra e autoritet moral. Po kjo është fyerje, si është debat. Jo, nuk është fyerje. Fyerje është të thuash që mund ta ketë fut Rama, po nuk e di. Kjo është fyerje e madhe. Po thuhet kjo, po kjo thuhet e ka fut Rama, më thuj. Se dhe unë them, të ka fut Berisha, unë nuk mirë dakord, më fal. Unë thonë që këtë argumentin ja thot Berisha, po unë jo vetëm s'kam prova, po unë as nuk e besoj. Por kështu thonë. Tani unë ta për teknik debati edhe kështu, po kjo nuk thuhet. Jo, prit ta përfundoj pak argumentin. Prit 10 sekond tek argumente. Sepse unë e ka fyerje atë, të thuash e ka fut Rama është fyerje, shumë. E ke fyerje? Po patjetër, sepse unë me Edi Ramën më ndajnë të gjithë gjërat që më ndajnë dhe me Sali Berishës. Thonë, ka njerëz që e ka futur, e thot pra gjysma e PD-s e thot tash. Unë së thashe se kështë e thot. Mi thuj me emra dhe ti them unë sepse e thot. Tani vim pak tek argumente, se ka shumë rëndësi. Të lutem, se nuk ka gjë. Ky s'është argument. Po pritë më lërë të ambaroj. Ja, po e tërheqëm këtë. Shiko, tani unë po e të roqë atë e treqë dhe unë një sekund, si është rasti Peter Maxhar apo Maxhar, nuk ka lidhje me bashkim, me kë u bashku? Peter Maxhar. Me të opozitën, ma? Prit, po të mbaroj se unë të lashë tani, ta them unë argumentin tim dhe pasaj unë ndryni prapë. Deri 2 vite përpara se të kandidote, apo të krijonte partinë, aderonte në partinë e Orban, nuk është kështu, si që tha, dhe unë po them atë që e thonë